Selam aleikum hoxh, a është haram me ngjyros flokët e bardha për gjenin mashkullore? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Pra është për qëllim thinjat me ngjyros. Njëherë, profeti alayhi salam ishte në Mekke dhe vjen babai e Abu Bekrit, Abu Quhafe. Ai ishte i moshuar dhe ishte thinj zbardh. Dhe kuptohet prej fjalëve të profetit alayhi salam se i porositi që të ndryshohej pra thinjat ngjyrosej dhe t'i shmangeshin të zezës. Pra është sunet, si për meshkujt, edhe për gratë, që me i ly flokët pra thinjat, mund t'i lyn, dhe nuk ka asnjë problem. Fetarisht nuk ka ndalesë. Madje Imam Ahmedi, Zoti e mëshiroft, në një prej fjalëve të tij, pra e lavdron këtë gjë dhe thot sikur të kishim mundësi pra ta ruanim atë, pra të kujdeseshim për to. Se normal, Imam Ahmedi, njëri i librave, i shkrimit, i dijes, dhe ti lyesh pra thinjat, do një mund që të kujdesesh vazhdimisht, pra sa herë dalin thinjat me i ly, dhe ai e lavdron si çështje, sikur të kishim mundësi, thot, pra ta bënim. Kështu që nuk ka asnjë problem pra me i ngjyros thinjat. Zoti ju rujt.